Gjan, po sigurisht, po direkt, po tani, tak, fak, do ta zgjidhim. Do ta zgjidhim, do me thëmë, do ta zgjidhi tjetër kush. Po ne tak, fak, do të përgjidhi jemi, po le atë muhabet, iku. Ore, njësoj si me baban tim, po të them, kaq kishe. Dakor, ai ke rënë numrin ton. Ta kam thënë 100 herë, numri jonë 068 990 50, po u kry. Dhe faleminderit shqiptar. Faleminderit. Që janë derdhur denoncime tuaja, të tak, faku, si vjosa në dimër. Qa kishte tani? Po. E para, një rrugë këtu në Tiranë. Në Tiranë ku? Mzez. Ke rruga Kasem Shima. Po. Shikoj pak rrugën se si është doro, cop, e mbaruar, e lodhur dhe gropa. Dhe qa kërkojnë tani, qa kërkojnë? Duan që të mbyllen gropat. Të mbyllen gropat? Po pati takat bashkia, kuptohet. Ore, janë të rrezik këto apo jo? Si? Po ju humbet identiteti më, pa ne i mbyllim më. Ashtu Pa jo rruga ty e ka bukurinë më të vetë. Si është kjo? Sigur ti heqësh Tiranës për shembull, Lanën. Bravo. Gjirokastrës për shembull, sigur ti heqësh Kalan. Qa thua? Jo, nuk hiqet. Jo, mos. Turp dhe për ty që e ke sjell këtë video denoncuse. Nuk është denoncim, ky vlla hiqe këtë. Tani, prim prap këtu në Tiranë. Në Tiranë prapë? Se Tirana, kështu ke sheshi, ke bulevardi, ke bloku, andej këtej ndrin. Por të kthesh pak, po pak fare, shiko se çfarë gjem. Këtu jemi te rruga Odise Paskali. Po. Uj. Cop. Luc, balt, e mbaruar, nuk dalim dot nga shtëpia, lagështia, po në ngjitet derin katët, tretët, katët, thot zotria, sa herë prishet moti dhe bie shi. Tani për këtë nuk ka faj as qeveria, as bashkia, as kush. Për këtë e ke fajin vetë zotri. Ta the me sinqeritet, Devi, Po çfarë faj ka ai? duhet të dalësh tani që është verë. Që thahen ujra, tani duhet dalësh nga shtëpia. Ose ke i zgjidhje tjetër që është perfekte. Po. O vlla, shite shtëpinë dhe blej shtëpi mes Tiranës, më burrë ke mirë. E ke okazion 6500 euro metri katror. O xhaba, çat kushton.